Vlora mbulohet nga gjethet e shumta. Mbjellja e qindra pemëve të llojit rep kryesisht në qytet ka nisur tashmë të krijojë edhe problematikat e para. Repet janë pemë karakteristike, të cilat çelin shumë gjethe përgjatë pranverës dhe verës, dhe më pas në vjeshtë e dimër, këto gjethe bien për tokë. Bien në tokë në sasi të konsiderueshme, duke shkaktuar më pas një sër problemesh në qytet. Rrugët e Vlorës, kryesisht gjatë këtyre ditëve me erë të fortë dhe reshe shiu, janë mbuluar totalisht nga gjethet. Era ka rrëzuar gjethe të shumta në numër, të cilat kanë rënë në çdo rrugë, zonë të qytetit, rrugë që me sa duket kanë ndryshuar tashmë ngjyrë, duke u kthyer në ngjyrën kafe. Gjethet e shumta që kanë rënë në segmentet rrugore janë kthyer në pengesë kryesore e qytetit të Vlorës, për shkak se në numër të konsiderueshëm ato grumbullohen në pjesët anësore të rrugëve, duke bllokuar totalisht kunetat kulluese. Gjatë ditëve me reshe shiu, uji i shiut duhet të kullojë më pas për në rrjetin e kanalizimeve, por përqindja e lartë e gjethteve që mblidhen mbi kuneta ka bërë që të bllokohen totalisht, duke shkaktuar pengim të kullimit të ujrave të shiut pikërisht në rrjetin e kanalizimeve. Ndërsa, në ato kuneta të cilat janë pak a pak, gjethet e shumta kanë përfunduar edhe në brendësi të tyre, duke bllokuar në këtë mënyrë një pjesë të sistemit kullues të qytetit, çka sjell më pas që ujrat e shiut të qëndrojnë prej shumë ditësh në rrugët e Vlorës, duke patur të pamundur të kullojnë. Pavarësisht se kryhet pastrimi i tyre shpeshherë edhe nga ndërmarrjet e qytetit, sërish situata është e pamenaxhueshme. Repet e mbjella në qytet sjellin një sasi tepër të lartë gjethesh çdo orë, duke bllokuar kanalizimet dhe duke e kthyer situatën në të pamenaxhueshme. Duke përfunduar në kunetat anësore apo kanalet anësore të rrugës, gjethet përfundojnë më pas edhe në sistemin e kanalizimeve në sasira tepër të konsiderueshme, duke shkaktuar bllokim edhe të tij. Gjithashtu, kanalet kulluese transportojnë sasira të konsiderueshme të gjethteve edhe në drejtim të dy deteve që lagin Vlorën. Shumë prej gjettheve, përgjatë ditëve me erë të fortë, forca e detit i kthen në bregdet, duke rritur ndjeshëm dotjen.